përsëri në zgjedhje. Ai theksoi se pas dështimit të djeshëm, ende nuk kanë marrë ndonjë ftesë nga presidentja. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt e zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit të evitojmë. Kurti tha se asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u bëri ftesë nuk kanë pranuar bashkëqeverisje, megjithse sipas tij, vota e qytetarit kishte përcaktuar që duhet të kishte koalicion bashkëqeverisës. Në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është se s'është ditur. Një lloj referendumi. Midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e gati 8 muaj të qeverisjes sonë dhe të asaj çfarë kishim përpara. Kurti foli edhe për çështjen e buxhetit. Ne kemi të drejtë që ta propozojmë buxhetin për vitin 2026 në Kuvendin e Republikës në bazë të ligjit mbi qeverinë. Mirë po, në të njëjtën kohë do të na duhet të bëjmë shumë konsultime me juristët në mënyrë që të shohim se si është rruga përpara, meqense fakti që qeveria miraton një propozim buxhet për vitin 2026, kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar, por vetëm sa ka filluar. Kreu në detyri qeverisë, i cili është kryetari vetëvendosjes, tha se 4 vitet e këtij mandati kanë dëshmuar se qeveria është e qëndrueshme. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku dhe ai nismës socialdemokrate Fatmir Limaj u takuan gjatë ditës në një lokal në Prishtinë. Ata nuk u deklaruan rreth asaj se çfarë diskutuan. Ky takim vjen në kohën kur partitë politike po presin ftesën e presidentës rreth konsultimeve për mandatarin e ri, pasi lëvizja vetëvendosje nuk arriti ta krijojë një shumicë parlamentare për qeverinë e re. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti paralajmëroi se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku është takuar me kryetarin e nismas Fatmir Limaj. Ky takim i tyre vjen në kohën kur partitë politike po presin ftesën nga presidentja Vjosa Osmani rreth konsultimeve për mandatarin e ri. Abdigjiku e Limaj hezituan të deklarohen kur u pyetën nëse ky takim lidhet me mandatarin e ri të qeverisë, zgjedhjet e reja apo balotazhin në komuna. Një takim i shkëlqyeshëm me një mix shkëlqyeshëm. A diskutu sa i përket zgjedhjeve të reja apo është lidhur diçka me balotazhin? Me pas dosht, ju me ditë ju kishim thirrë rana takim. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti në një konferencë të mbajtur për media të hënën tha se të dy këto parti politike kanë refuzuar një qeveri që udhëhiqet nga ai, teksa paralajmëroi se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto 2 parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do të kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje nuk arritur të krijojë shumicën parlamentare për qeverinë e re,
për çka tani takon shefës së shtetit Vjosa Osmani të ftoj partitë politike për konsultime. Pas konferencës së mbajtur nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka reaguar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, përmes Facebookut. Ai ka thënë se Kurti nuk i kupton parimet dhe fjalën e dhënë, duke kritikuar për qeverisjen dhe sipas tij bllokadën. Abdigjiku ka thënë se Kurti se kupton as dinitetin e politik, as madhështinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës e as faktin se ka ardhur një gjenerat e re në vend ku fjala e dhënë ka peshë. Dhe s'ka opozit, s'ka pushtet e s'ka ofertë që mund të shkel mbi këtë vlerë, ka shkruar Abdigjiku. Vazhdojmë tutje edicionin, pothuajse gjysma e institucioneve të pavarura dhe agjensive kanë mbetur pa borde aktive apo gjysmake sipas së ngërçit politik në vend. Në mungesë të institucioneve, ato punojnë me borde të pak kompletuara, që sipas instituteve po ndikon në jetën e qytetarëve, pasi nuk japin llogari askujt për punët që bëjnë. Ngërçi politik në vend pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit ka ndikuar në punën e gjysmës së agjensive dhe institucioneve të pavarura, duke i lënë pa borde aktive apo më numër të redaktuar. Për këtë shpreu shqetësim në seancën e së dielës edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve, janë edhe 33 agjensi dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendimarrje dhe rrezik në zbatimin e politikave publike. E për këtë çështje në korrekt kishte ngritur shqetësim Instituti i Kosovës për drejtësi, duke renditur institucione që ishin paralizuar dhe ato që pritej të mbeteshin pa bord aktiv. Gzim Shala nga ky institut thot se jo vetëm kjo legjislaturë është përgjegjëse, por edhe e kaluara. Një pjesë tjetër e institucioneve janë duke funksionuar në përbërje jo të plot, mirë po nëse vazhdon kjo situatë, numri i institucioneve të cilat do të defunksionalizohen tërësisht, vetëm se do të rritet. Edhe në situatat kur institucionet funksionojnë për shkak se kanë numrin e nevojshëm të anëtarëve që përbëjnë quorumin, prap vendimet janë më legjitime nëse merren në përbërje të plot. Edhe nga instituti tjetër GAP thonë se edhe nëse funksionalizimi i agjensive dhe institucioneve do të bëjë shpejt, prap do të vënojnë mbushja e pozitave që kanë mbetur vakante, e që po ndikojnë në jetën e qytetarëve dhe llogaridhënien e tyre. Kosova ka diku rreth 70 komisione, agjencione, institucione të pavarura, të cilat varen nga vendimet e ekzekutivit dhe legjislativit, por të emëruar anëtarë përkatës në bordet e këtyre institucioneve. Dy kontrolët e tripi këtyre institucioneve dalin që nuk i kanë të formura krejtësisht këto borde, disa i kanë jo edhe jo funksionale, por rrjedhoj natyrisht që secila prej këtyre agjencioneve ose komisioneve ose institucioneve ka impakt drejt për drejt në funksionimin e mirëfillt të shtetit Kosovës. Sipas IKD-s, në mesin e institucioneve që po funksionojnë me mungesat e anëtarëve ose janë jo funksionale për shkak të mosveprimit të kuvendit, janë gjykata kushtetuese, organi shqyrtues i prokurimit, institucioni avokatit të popullit, Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, autoriteti i pavarur i konkurrencës, bordi i kostit, Agjencia Kosovare e Privatizimit e shumë të tjera, mandati të cilëve do të përfundojë ditëve në vijim. Ushtruesi i detyrës së ministrit në detyrë të infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka nënshkruar vendimin për mbrojtje paraprake të malit të Moknës dhe liçenit të Ujmanit. Ai ka theksuar se pas një studimi një vjeçar në terren, është konstatuar se kjo zonë përbën pasuri të rrallë natyrore me biodiverzitet të pasur dhe peizazhe me rëndësi të veçantë ekologjike shkencore, dërsa këtë vendim e ka quajtur ndër më të rëndësishmit për mbrojtjen e natyrës. Sipas tij, me këtë vendim, Republika e Kosovës bëhet shteti me përqindjen më të lartë të territorit nën mbrojtje të natyrës në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Presidentja Vjosa Osmani u prit me nderime zyrtare në Riyadh nga princi i kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Në takim ajo theksoi rëndësinë e thillimit të bashkëpunimit ekonomik dhe propozoi lehtësimin e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës përmes vizave elektronike, një nismë që u mirëprit nga princi.
Palët reafirmuan përkushtimin ndaj paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonale global, si dhe gatishmërinë për të forcuar më tej marrëdhëniet dypalshe. Gjatë qëndrimit në Riad, Osmani do të marrë pjesë në forumin për investime të ardhshme, një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare për investime, inovacion dhe zhvillim ekonomik. Vazhdojmë me të tjera zhvillime të ditës. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag refuzuan kërkesën e mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi për ndryshime në protokollin e kontaktit me dëshmitarët. Mbrojtja kërkoi që disa dëshmitar të prokurorisë të përfshirësi në rastin për krime lufte, ashtu edhe në atë kundër administrimit të drejtësisë, të mos i nënshtron rregullave më të rrepta të protokollit. Trupi e gjykues refuzoi kërkesën duke vlerësuar se nuk është dëshmuar ndonjë shkelje e parimit të barazisë dhe se pretendimet e mbrojtjes janë hipotetike dhe spekulative. Ndërkohë, sa u përket të akuzuarve të tjerë, mbrojtja gjithashtu kërkoi të lejohet apelimi i vendimeve për pranimin e disa provave, mes tyre edhe ato për pretendime për sulm ndaj stacioneve policore serbe nga Kadri Veseli dhe Recep Selimi në vitin 1997. Seanca gjyqësore ndaj 3 akuzuare për rastin Banjska është shtyrë. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se arsyeja e shtyrjes së seancës është që gjykata e Shkupit nuk ka mundësi ta bëjë lidhjen me videokonferencë pasi pajisjet nuk janë funksionale për dëgjimin e dëshmitarit të paraparë. Në seancën e kaluar ishte paralajmëruar se do dëgjohej një dëshmitar nga Maqedonia e Veriut, i cili do dëshmonte përmes videolidhjes. Gjykata ka bërë të ditur se lidhur me caktimin e datave të radhës në këtë çështje penale, palët do të njoftohen paraprakisht përmes ftesave. Ndërkohë, shtyrjen e seancave për rastin Banjska, njohëstës së drejtës e shohin si vonesë. Megjithatë, thonë se vendimi i të akuzuarve është i rëndësishëm të merret i drejtë. Kur kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga sulmi që terrorizoi fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, ende askush nuk është dënuar. Në masën e paraburgimit për këtë rast janë Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Alban Rashitic, Shlirim Shaqiri, Elez Peci, Rade Nedelković, si dhe disa dëshmitar të tjerë anonim janë dëgjuar në gjykatën themelore në Prishtinë, teksa kanë dhënë dëshminë e tyre lidhur me atë se çfarë kanë parë e dëgjuar më 24 shtator në Banjsk. Ndërsa 2 seancat e fundit kanë dështuar në mungesë të dëshmitarëve. Dragana Antoniević, e cila ishte ftuar nga gjykata për të dëshmuar më 21 tetor, nuk u paraqit para trupit gjykues pasi ndodhej në Serbi. Si rezultat, seanca u anulua dhe u caktua ajo e radhës më 27 tetor. Por edhe seanca e sotme dështoi në mungesë të dëshmitarit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special njofton se është anuluar seanca shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj të akuzuarve B.S, D.M dhe V.T, pasi përmes emailit zyrtar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës është njoftuar se autoritetet e Maqedonisë së Veriut, gjëgjësisht gjykata Shkupit, kanë njoftuar se nuk kanë mundësi që të bëjnë lidhjen me videokonferencë për datën 27 tetor 2025, pasi pajisjet nuk janë funksionale për dëgjimin e dëshmitarit të paraparë. Njohës të drejtësisë mungesën e dëshmitarëve po e shohin si vonesë në këtë proces gjyqësor. Normalisht me që këtë dëshmitar ka qenë aprovuar nga gjykata dhe si i tillë kishte pamundësi të dëgjimit të tij, gjykata ka qenë obliguar ashtu siç ka vepruar që kjo seancë të shtyhet. Normalisht shtyrja e seancave ndikon në vonesën në proces, por ne konsiderojmë që në gjitha rastet, posaçërisht në rastet e tilla specifike si rasti Banjska, nuk ka shumë relevancë sa vanohen 1 muaj apo 2, por që të ketë vendime të drejta me vërtetim plot gjendjes faktike, e cila gjendje faktike vërtetohet nga dëgjimi i dëshmitarëve. Aktakuza e prokurorisë speciale ngarkon 44 persona fizik dhe 1 person juridik, ndërsa listës së të akuzuarve i prin Milan Radojčić. Në vendin e tij të punës është arrestuar prokurori Beq Shala, i dyshuar për veprën penale të marrjes së rishfetit.
Arrestimi është kryer nga njësitë e policisë së Kosovës në koordinim me prokurorinë speciale, ndërsa dyshohet se Shala kishte kërkuar përfitime të kundërligjshme në këmbim të ndikimit në një rast gjyqësor. Hetimet ndaj tij po vazhdojnë për ta zbardhur plotësisht mënyrën dhe përmasat e përfshirjes në këtë aferë korruptive. Nga prokuroria speciale ka njoftuar se me akt vendim, prokurori i dyshuar për kryerjen e veprës penale Marje Ryshfetit është ndaluar për 48 orë. Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Prizrenit është arrestuar sot në orët e hershme të mëngjesit në vendin e tij të punës. Beq Shala, prokuror i cili po dyshohet që ka kryer veprën penale marrje e Ryshfetit, ndërsa në këto momente po zhvillohen mbastisjet në zyrën e tij nga policia dhe hetuesia e Kosovës. Hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në Policinë e Kosovës, në bashkëpunim me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prizren, kanë arrestuar Beq Shalën në ndyshimin se ka kryer veprën penale marrje e Ryshfetit. I dyshuari, prokuror në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës. Nga Prokuroria Speciale ka njoftuar se me akt vendim, prokurori i dyshuar për kryerjen e veprës penale marrje e Ryshfetit është ndalur për 48 orë. Siguria në shkolla mbetet akoma shqetësim për udhëheqësit e shkollave, prindrit dhe policinë. Drejtorët e shkollave kërkojnë bashkëpunim më të afërt me prindrit për t'u shmangur çfarë do rreziku që mund t'i kërcënojë ata. Në një kohë kur siguria në shkolla po bëhet gjithnjë më shumë temë diskutime, institucionet arsimore në vend po përballen me sfida të reja çdo ditë më shumë. Në shkollat e kryeqytetit, shqetësimet nisin nga bashkëpunimi prind-mësimdhënës, disiplina e deri te përdorimi i cigareve vape, tashmë trendi i fundit. Drejtori i shkollës së mesme të Ulët, Emenduraku Visar Osmani, thotë që mungon bashkëpunimi me prindër, që shpesh sjell edhe shqetësime më të thella. Kemi raste kur tentohet futën nga jashtë mbrana gjësende të ndaluara, si këtë rast që janë cigaret elektrike, është një trend i cili fatkeqësisht po shkatron rinin tonë. Ne realizojmë bashkëpunim me policinë e Kosovës shumë ligjërata për tema që interesojnë të rive, ku përfshihet duani, droga, alkooli, bullizme të tjera. Osmani ngriti edhe një shqetësim tjetër, që është stacioni i autobusëve në hyrje të shkollës që sipas tij, përpos që pengon qarkullimin, grumbullon ndërrimet e nxënësve të kësaj shkolle, por edhe shkollave të tjera, që shpesh çon edhe në përleshje mes tyre. E për këtë shqetësim, folën edhe prindrit ku fëmijët e tyre vijojnë mësimin në këtë shkollë. Në si prind nuk jam shumë e sigurt me lënë fëmijën tim me ardh vet. As me ardh edhe kur vjen mëngjes e bi vet, edhe kur të kthehet e marr vet fëmijën tim. Ndërkaq, sa i përket sigurisë në shkolla, zyrtarët të komunës thonë që është përpiluar plani që përfshihen sigurinë brenda dhe jashtë rrethojave të shkollës. Siguria afër shkollave, objektet të cilat janë të pabanueshme, objektet të cilat janë shesin, mund të shesin mjete të ndaluara që janë, do të ketë kontroll më të madh edhe për rreth, jo vetëm për brenda, por edhe për rreth objekteve të shkollës. E për shqetësimin e ngritur rreth stacionit në hyrje të shkollës, Fushtisa tha se është larguar linja për Podujev, që e ka liruar pak qarkullimin, por do të zhvendoset shumë shpejt për zgjidhja afatgjate. Si dukuri shoqërore, sipas sociologut Gen Zerza, problematikat e sigurisë në shkolla me theks së fundmi përdorimi i cigareve elektronike nuk është vetëm çështje disipline, por sinjal për problemet më të thella shoqërore. Sa i përket sigurisë nëpër shkolla, duhet të mendohet për të mos paraqitur këto defekte dhe këto fenomene mjaft të këqija që përshfaqen nëpër shkolla, të ketë sektore të veçanta për brenda shkollës. Gjatë vitit 2025, disa nga rastet më të theksuara dhe numri tyre janë lëndemi lehtë trupor 121 raste, lëndemi rënd trupor 8 raste dhe ndërkaq ngacmim seksual 7 raste. Instituti Hidrometeorologjik dje doli me një njoftim se në disa zona mund të krijon kushte për vërshime të shpejta, sidomos në rrjedhat lumore me karakter malor. Njohës të emergjencave nuk e shohin situatën të jashtëzakonshme, derisa apelojnë tek institucionet që të jenë të përgatitura.
Rreshjet e shiut që ranë pothuajse gjatë gjithë ditës së diel bën që Instituti Hidrometeorologjik të dalë me një njoftim, në të cilin thuhet se në disa zona mund të krijohen kushte për vërshime të shpejta, sidomos në rrjedhat lumore me karakter malor. Njohësi i çështjeve të emergjencave Tahir Ahmeti këtë nuk po e sheh si diçka të jashtëzakonshme. Mirë po theksoj se me ç'po hym në sezonin e të rreshurave, institucionet të jenë të përgatitura që të përballohen vërshimet e mundshme. Kur jemi të masat atë mund të themi që në për vendet urbane të pastrohen pusetat apo mbledhësit, pastaj në vendet në zonat malore apo në vendet në zonat malore të kemi pastrimin e prockave të ndryshme, pastrimin e lymeve në mënyrë që kur të kemi të rreshura më të theksuara, këto vërshime mos të shkaktojnë dëm. Shumë si po shihet i trollave, kjo është në Handelezi. Bashkim Kastrati, hidrolog në Institutin Hidrometeorologjik, thot se për shkak të intensitetit më të madh të rreshjeve të shiut gjatë 2 ditëve të fundit, në disa pjesë të Kosovës ka pasur përmbytje të vogla. Ai shton se në territorin e Kosovës kanë rënë diku rreth 50 mm rreshje shiu, ku sasia më e madhe ka rënë në pjesën perëndimore, gjithsesi në rrethinën e Prizrenit, në pellgun e Bistricës së Prizrenit, pastaj edhe atë të Lepencit. Pam se gjatë ditës së sotme kishme një ngritje rapide të nivelit të ujit në lumin e Lepencit, krahasuar me ditën e djeshme në orën 8 mëngjesit, ku niveli i lumit Bistrica Prizrenit ishte vetëm se 42 cm, ndërsa sot ka arritur do thot mbi 1 metër nivel, që është do thot ngritje shumë e shpejtë. Dhe si pasojë e saj pam edhe me siguri edhe ju i keni pa që ka pas disa përmbytje të vogla. Kastrati theksoi se në bazë të analizave në pjesët e tjera të Kosovës nuk ka përmbytje lumore. Nga rreshjet e dendura të shiut që ranë mbrëm në Prizren kanë shkaktuar probleme në disa zona të fshatit Vlashnjë, ku disa shtëpi janë përfshirë nga uji. Banorët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë një zgjidhje të qëndrueshme për këtë situatë që sipas tyre po përsëritet çdo herë që bie shi i rrëmbyeshëm. Për shkak të rreshjeve të mbrëmshme, disa shtëpi në fshatin Vlashnjë të Prizrenit janë përmbytur nga uji, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësim të banorët. Ata thonë se kjo nuk është hera e parë që përballen me këtë problem dhe kërkojnë nga institucionet komunale që të ndërhyjnë përfundimisht. Po du të me lanë punën atje, po du të me lanë fëmijët atje, fëmijët e vajt, me ardhë me bën një zgjidhje këtu. Po s'kemi edhe çka bëjmë. Nuk kemi më çka me bëj. Ju lutem, ju bëj apel komunës, kush të mirret me këtë punë. Dhe të nga bëjnë një zgjidhje se marum. Marum, ma. Që, si shpeshin një dhe vetë. E dyta herë është këtë meri madhë, prap vjetë ka hinë të une, ta e kunata, ta aja tje, ka mos, këtë shpjet i ka si. Të meri maj madhë bënë të une edhe të aj, po edhe anena nuk ka që s'ka bëhë. Bëhë ka prish me kuzhina, me kauqa, me këtë i ka prish. Momentin ku ka ndodhë që kjo unë jem konë jashtë. Dhe me thonë jem konë të mënu me bën një zgjidhje. Po nuk ka pas kur në shfarë zgjidhje se senca u konë që mrena minutit është mush komplet. Edhe na jemi non-stop dëmtuar sepse edhe uji autostradës deri në vi. Ajo vija nuk është e pastruar. Edhe këtu mbrapa është e mbush me këtë ballak, këtë sene, nuk vjen me pastruar çdo sa kemi bën ankesë, që mund me pa edhe jo vetë çto. Domethënë na kemi bën ankesë çdo sa. Na jemi detyruar me lëshu shtëpinë për këto, me shku me banu dikun tjetër, sepse nuk bëhet çto. U mytëm të anku kanalizim nuk kemi, nuk vjen me shtënja as kur gjan hiç. Vesh non-stop, po ani po që shto na bën gjatë. Kryetari i fshatit, Petrit Hoxha, i ka deklaruar se shkaku kryesor i përmbytjeve është gypi i vogël që nuk përballon sasinë e ujit gjatë rreshjeve të mëdha. Ai ka kërkuar që ky gyp të zëvendësohet me një kapacitet më të madh në mënyrë që të parandalohet përsëritja e situatës. Edhe një prej shkaktarëve është që edhe gypi i kanalizimit kur është instaluar do thot para 20 vite me nërën mas luftës, ka qenë një gyp shumë i bingusht dhe nuk ka pas shumë shtëpi, ndërsa tash është zgjenuar do thot fshati Vlashnjë që ka mbi 600 shtëpi dikun dhe ende janë me këtë gypin që i thonë diku fi 40 që shumë është i vogël dhe si shkaktari këtyre ka ndodhur do thot që nëpër shtëpia ju ka edhe uji i kanalizimit edhe uji i rreshjeve të shiut. Ndërkohë, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren është bërë ditur se ekipet komunale kanë dalë që në orët e hershme të mëngjesit për të intervenuar në lagje dhe fshatra të ndryshme, përfshirë edhe Vlashnjën, me qëllim të pastrimit të kanaleve dhe lehtësim të qarkullimit të ujrave. Në të gjitha ato lokalitetet ku banorët kanë pas shqetësim, edhe
për vërshimet që ju kanë hyrë për shtëpia, thanë ka vepru drejtoria shërbime publike në këtë rast, drejtoria emergjencave, policia, zjarfikset, thanë komuna ka qenë në gatishmëri në ndihmë të qytetarëve të vetë. Deri tani, autoritetet lokale thonë se janë në teren për t'i shmangur dëmet dhe për t'i ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e rasteve të tilla në të ardhmen. Po nga treshurat e mbrëmshme, niveli i ujit në Lepens është rritur sa që banorët e fshatrave të rrethit Kaçanikut janë të shqetësuar pasi dyshojnë se mund të ketë vërshime. Zyrtarët komunal dhe të emergjencave kanë dalë në vendngjarje për ta parë situatën e krijuar. Se herë që ka të reshura të shumta shiu, familja i saktrupit nga Kovaqeci i Kaçanikut ndjehet e shqetësuar se mund të ketë përmbytje për shkak të rritjes së nivelit të ujit përgjatë rrjedhës së lumit Lepens, i cili ka lënë shumë pranë shtëpisë së tij. E nga rreshtet e fundit të shiut, niveli i ujit tukshëm është rritur. Në pasradhën e 24 orë, vallë s'po them edhe këne ka pas mundësi, ama se unë e kishte mu shketa të fushën. Edhe të këne pak manak, po ka pas mundësi edhe pja gjenoltit, me ardhe dhe ka mundësi. Përfaqësuesit e komunës dhe ata të zjarfikësve ishin në terren për të parë situatën në mos ka ndonjë devijim të lumit që mund të shkaktonte ndonjë dëm. Për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut të pandërprera, sidomos gjatë ditës së djeshme, kemi ngritje të nivelit të lumit Lepens, të nivelit të ujit. Mirë po gjendja për momentin është normale, jemi vazhdimisht përcjellje të saj. Ekipet e emergjencave janë gjendje gatishmërie në rast të ndonjë intervenimi të nevojshëm. Përndryshe për momentin është normale. Nuk ka pas edhe shumë dalje, po më një vend ka pas ujë, vetëm ka dalë pishtratit, edhe aty është intervenu, është bërë një barikadë me dhe, edhe me zallë, edhe është këty niveli ujit në vendin që u konë. Niveli i ujit është rritur edhe në lumin e Rodime, i cili kalon në qendër të Kaçanikut. Malizi ka pezulluar udhëtimin pa viza për qytetarët turq për shkak të tensioneve dhe incidenteve të lidhura me shtetasit e Turqisë. Policia malazeze kriju mbrëm bastisje në Podgoricë pasi një banor vendas u rradh dhe u therr të shtunën në mbrëmje. Ndërkohë në një lagje të Podgoricës banorë të shumt u mbledhën dhe vazhdimisht brohoritën slogane ofenduese drejtuar ndaj qytetarëve turq. Kryeministri malazez Milko Spajić njoftoi se qeveria e Malit të Zi sipas një procedure urgjente do të miratoj sot një vendim për pezullimin e përkohshëm të regjimit pa viza për qytetarët turq, pasi policia ndaloi 45 shtetas turq pas incidenteve të dyshuara të dhunshme në 24 orët e fundit. Sipas informacionit të policisë, disa shtetas turq që dyshohet se ishin të lidhur me sulmin me thik ishin në një kazino pranë, ndërsa policia nuk i lejoi shtetarët t'i afroheshin ndërtesës. Policia deklaroi se të shtunën rreth orës 12:30 pati një shqetësim të rendit publik që përfshinte një përleshje mes disa individëve pranë një objekti mikpritës në Zabjello, gjatë së cilës u përdor një armë ftoft. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror, nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirupafshim.